Këtu njërë dhe unë. Qa thelet jo? Pyta ishe pull në kondicionerit apo jo? E kam. Okej. O Berata, ke fëtot? Jo. A ta rrisin pak temperaturën? Pse? Me bo menzeta? Apo nuk do ti? Jo. Ti e mësun të fëtot, se unë të kam parë nësa video të ju vla, edhe në borën kështu. Lohna, dhe me thonë, si këmë bo publike, po bëj e Tani të jemi ja para- pullin edhe futën brenda, kështu e kam... Po pra. Po. Ti se ban, jo? Po nga vjen kjo Berat? Vjen nga origjina jote? Nga cila pjesë e Kosovës jeti? Nga... A ke parasysh kompasin, këtë që e bën kështu, dhe me thonë. Unë jam aty mu të vrima kompasit në mes të Kosovës. Pra ndaj edhe gjatë luftës nuk kemi mujtë me ikë, se jemi mu në mes, dhe me thonë, gjithë kufiti kemi pas lartë. Jo, e kam fjanën, është teritori si është, geografia është e lartë, ka male? është dikon 700 metra, jo, më pak, 600 metra lërësia mbi detare. Po bie borë gjithmonë, dhe me thëmë. Jo, sikur për para, dhe me thonë. Dakor. Unë jam rritë në borë, dhe me thonë, e ka qenë... Pra ndaj po them. Gjithë dimrin kemi pas borë. Kur s'ka fillu shkolla me ko për shtatë borës. Unë njof sa miqë të mi që lanë orën 5 mëngjesi, 6 mëngjesi, ngrihen herët, dhe lanë mes dimrit në futen ujnë, pishinë, ose kudo që t'jetë. E bën dhe ti? Po, vetëm nuk zgjona herët, e urrej mu zgju herët. Qartë. Ja, nuk zgjona. Po edhe në dimër futesh? Po. Se ke problem? Jo, as pak. Për kundrazi. Sa qefi kam pas në njerëz, unë vetë nuk e bëj do Ja, po bën me vrapim apo merresh? Unë vrapim, po unë jam kundër të ftohtit, nuk e duroj të ftohtit, fa nuk e di. Shumë e mirë. Nuk mundem. E bën një, domethënë shkencore është, e boost dopaminën, domethënë lirën shumë dopamin. Është kur del prej akullit, je sikur ata që ngrejnë bar, mall, je domethënë komplet high pas kur del prej ujit ftohtë. E qartë. Totalisht je, domethënë i relaksuar. Është kjo ideja që marrun pas vrapit, se edhe pas vrapit të jep. Po, vrapi liron endorfinën thuhet, domethënë që është runner's high thonë anglisht. Që Çillë orgazm me lëkurës. është. E di unë atë. Kush do të Po nuk do të çdo ditë ajo. Do të herë vjen kur do ajo. Nuk është se e kërkon ti. Çfarë qefi është? Ujit e ftohtë e ka vazhdimisht, domethënë sa del për ujit, e keni, domethënë, asnjë problem se ke asnjë gjë se ke. Po ne jemi qenje komplekse besoj unë, domethënë. Kemi preokupime në kokën tonë që na duhet kanë herë një traumë e tillë, edhe ujit edhe vrapimit edhe gjëna që për një moment mi harru pak shqetësimet. Këta manekinës si duken këtu studio? Se s'ka në herë të prekshëm më duken. Te kjo janë pak se ka një goxha duken filmike. Gjetje është. Sa herë të shoh, i shoh, domethënë, të këtërheqin pak. Është pak e prekshme. Po ndërkohë janë të qetë, ke vënë. Është gjetje origjinale. A është origjinale a ke pa dikon se e kom vrarë mendjen, domethënë. Kjo është origjinale, se kam parë në asnjë vend. E bukur. Po pak a shumë. Po ti e di se pse i kanë vënë këta? Në kohën e Covidit nuk na linin mini me njerëz. Okej. Ka mundësi që e mbaj mend kur i ke fut. I kanë fut pas Covidit. Po. Janë pak të frikshëm. Këta janë votuesit e vërtet këta janë, ti e di. Janë kokullur, të urtë, të bindur, marrin porosi dhe zbatojnë. A i pagun këta ka 500 lekë të dalë. Vetëm se unë i kam farat, nuk pagu njeri. Gjëm. O le di hova. Te kasapi nuk është Beluçi, apo? Nuk është Beluçi te kasapi? Jo, është Alba Parieti. Jo, më le di ngatron mor burr. Po, më është Alba Parieti, apo nuk është Beluçi. Po jo, më le di kasapi e kalu Beluçi, më vlla Monika Beluçi, tani këto më vetë tonë vera. Me 100% është Alba Parieti, apo? Je i sigurt o plak? Po, i sigurt fare. Po të pyesim publikun. Ja, pyete publikun. Jo tani s'kemi kohë. Ore, të fillojmë emisionin le të lam nam vlla. Hajde fillojmë. Ore, Barcelona me atë sa është me Atletikon? Se Berati është tifoz 2-0, pjesa por. Edhe duhet me 4 gola diferencë Barcelona me fitu, që me shku në vazhdime. Me pas kohë shtesë. Kjo është kampionat spanjoll apo jo, Berat? Kjo është Kupa Mbretit Spanjës. Dakor. Copa del Rey. Pas e ripash këtë Ore, trajlerin po Spanja me qëra fjale Berat, se unë futbol nuk shoh fare, vlla. I vetmi vend që nuk pranoi këto aeroplanet amerikanë që të... Ja, futi Trumpi sot në konferencë për shtyp. I futi në i kunj. Jo kunj, tha do të ndërprejmë gjitha bashkëpunimet ekonomike me Spanjën. Ishte konferencë për shtyp me Mercin e Gjermanisë. E falenderoj Gjermaninë për mbështetjen, po për Spanjën tha do të ketë probleme me ne Spanja. Po është pak e çuditshme Spanja, çështja e Spanjës në politikën e lindjes mesme është pak e çuditshme për mua. Po s'ka dhe fame Berat, ke parë se ku janë në cep të botës.
U.S. and Israeli strike hit Iranian leadership and IRGC facilities. Targets included Supreme Leader offices, high-level command centers, and critical military sites across Iran. U.S. Air Force tankers supported fighter operations entering Iranian airspace from Iraq. Israel has reinforced ground forces along its borders. In response, Iran launched a massive missile barrage. Impacts confirmed in Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, and Hebron. Iranian missiles also struck U.S. assets, including the U.S. 5th Fleet HQ and naval support facilities in Bahrain, and Al Dhafra Air Base in the UAE. Air defenses are active across the region. Israel, UAE, Jordan, and Bahrain intercepting missiles. The UAE condemned the strikes as violations of sovereignty and says it reserves the right to respond. Saudi Arabia reported multiple explosions consistent with incoming missiles. Civilians in Israel are being advised to stay near shelters. Roger that. Overall sitrep? Multiple air and missile campaigns are underway. Hezbollah reportedly launching drones from Lebanon toward Cyprus and Israel. So retaliation is expanding beyond one front. Damn. Energy markets impacted. Production suspended. Strait of Hormuz under pressure. Noted. Maritime disruption increases global exposure. Spain blocked U.S. use of its bases for operations. France expanding nuclear deterrence posture. U.S. Defense Secretary not ruling out ground deployment. President Trump expected to address the nation. Okay. Multiple capitals repositioning. Got it. Air campaign expanding. Maritime routes destabilized. Understood. Track military and air movement. Copy that, sir. Të pëlqeu kjo faqe? Do ta nisem me link ta shohësh do të pëlqej shumë, se ti vdes për këto, çan këto Vërtet. këto anglisht. I ke qef. Unë besoj që jam pak më konservativ për dallim prej kolegëve tjerë që komentojnë lajmet e botës. Unë vazhdoj mi qëndru linjes, si më thonë, tradicionale të informimit, siç është New York Times, Guardian, BBC, Axios, që janë media pak më për mendimin tim, jo spekulative, dikush i thot janë, si më thonë, Sorosit ose liberale, vetën e konsideroj liberal, edhe besoj vetëm gjanat që ka lexoj dhe që ka shoh qani. Dhe më thonë, nuk futëm në këto Qartë. lajmet e nën tokës që janë Me marrësh. konspirative, gjana. Jo respektoj edhe ata, se ata kanë venin shoqëni. Po, kur është fjala për politika globale, i kam adresat e preferume që besoj që më informojnë mjaftueshëm. Ledio ka gati, Berat Buxhara s'ka nevojë ti, jo, mos shiko andej Berat, se ti ke vetëm këtë ekranin këtu, unë i drejtohem. Okej. Pra secili ka një kamerë. A, unë njoftova me Ledion, kurse kam taku Ledion. Si kishte taku. Ledio ka gati një pjesë, është e gjatë ajo, po ne dëgjojmë sa për qep për të kuptuar. Ju e dini tashmë, po që s'ka një publik që nuk e di, Berati tashmë është brand, nuk është më Berat Buxhara, thjesht person është brand. Mund të gjeni në TikTok në faqen e tij. Ku duhet thënë është nga të rrallët që bën, që flet për gjeopolitikën, video që janë mbi 5 minuta her pas here, Berat. Kalojnë 5 minuta. Zakonisht 7 deri në 8. 7 deri në 8 minuta. Dhe janë shumë interesante. Mua më kanë bërë gjithmonë, më kanë pëlqyer shumë. Mund të jesh pro sekundë, nuk ka rëndësi, por Berati më duhet të jetë sa më neutral atje, të japi gjithë. Edhe informon, ka dhe shumë informim, dhe ajo që Berat më ka pëlqyer shumë, dhe shohim tani është thjeshtësia, pra vulgarizimi që ti i bën, një gjë që nuk është ushqim për të gjithë. Në vërtet. Kjo është gjëja më e bukur që ke bërë dhe bravo të qoftë, më ka pëlqyer jashtëmas, ja shiko. Thank you. Ja të kapim një nga videot që Berati ka bërë te faqja e tij në TikTok, shikoni. Beri Buzhi. Që po shihni vjen nga Kuvajti, Ministria e Mbrojtjes Kuvajtit ka deklaruar që janë rrëzu disa aviona ushtarak amerikan. Kjo është një pamje e njonit për tyre. Informatat janë që asnjëri prej pilotëve nuk ka vdek, ata kanë arritur me u katapultu në momentin e fundit. Mundesh me nis një luftë, po nuk mundesh me garantu që ki me nal atë lufte. Posaçërisht me një vend kompleks me shumë interesa, siç është lindja e mesme. Amerika dhe Izraeli kanë sulmu Iranin, e kanë vrarë Ajatullahin, liderin suprem, dhe një numër të madh të hierarkisë ushtarake edhe politike të Iranit. Irani e ka ngrehë në konflikt përmes sulmeve deri tash Omanin, Emiratet e Bashkuara, Arabinë Saudite, Kuvajtin, Bahreinin, Izraelin po përmes sulmeve. Mirë, po tash është përfshin luftë edhe Hezbollahu, i cili është proxy, është, si më thonë,
organizat ushtarake që veprën me urdhra të Gardës Revolucionare të Iranit. Hezbollahu sot ka fillu sulmen ndaj Izraelit. Po pra, është një pjesë nga videot e për të gjithë ju fansat e Beratit, e dini tashmë se ku mund ta ndiqni. Në TikTok të Beri Buzhi e ka. Beri Buzhi. Nuk ka Berat Buzhala. Jo, se ishte i zënë, domethënë ajo account. Kush e ka zënë? Po se di. Provova me marë, po ishte e zënë, se e kom hapë shumë vonën në TikTokën. Pra është dikush tjetër që përdorim një tënë? Me gjas. Mos ja fut kohë. Po që video jetha i? Se di. Apo janë disa? Jesë që prekupuma, po isha, këto e bona one, e hapa këtë faqe kër isha në Shqipëri që e bona këtë rukëtimin e mbaj mund që ike deri po, edhe pastaj isha me burimin Pacollin, atë mikun tim, gazetarin. Po? Edhe thash, hajtë po e hapë edhe unë, dhe më thonë se nuk është që e marrë me TikTok, po është që audienca ishte e mirë, edhe plus që natyrë tjetër e video, po pastaj Beri Buzhi është. Beri Buzhi është bashk, apo veç e veç? Beri Buzhi bashk, Beri Buzhi. Berat Buzhala, Buzhi, Beri. Bukur është fakt, Beri Buzhi, a? Vërtit. Berat, në fakt, ne sot do flasim për në përgjithësi të kanë ftuar njerë për qef se në ka marrë malli. Shumë. Dhe me që ra Irani, në ra kjo luftë e Iranit, duam të kuptojmë, a do të goditet, a mund të goditet teorikisht Shqipëria dhe Kosova. Shqipëria pse, sepse ka Mekun, ka këtë organizatën e këtyre mujahedinëve që janë anti-sistem, që kanë ardhur prej vite Shqipëri, ka fut doktori Capo, pastaj Ramsi futi shumë se kaq. Ndërkohë në Kosovë ju keni një super bazë amerikane që quhet Bonstill apo jo? Bonstill. Është më amotja në Ballkan. Po, tani, para se të flasim Berat dhe të më thuash sa janë sipas teje gjasat që kjo luftë qofse, pra që do kemi një zgjerim të fushës luftës. Sa janë gjasat që mund të vinë në një raket në Shqipëri ose në Kosovë. Le të shohim disa TikToket tjera dhe pastaj të futemi në Ledjo. Plasjen Macronin, me që jemi Beratin, plasjen Macronin i cili për herë të parë duhet thënë, s'kishte ndodhur ndonjëherë ndoshta që nga koha De Gaullit, ka vajtur në një bazë që tregohet për herë të parë në ekran. Bile sot në orën 8 ka pas një fjalim ai, por nuk arrita ndiqja dot sepse isha me emisionin, në një bazë të nëndetëseve bërthamore që është një ishull diku në veri perëndim të Francës, afër Brestit, që quhet Île de Long. Atje është një nëndetëse që ri gjithmonë në ujë. Ajo është non-stop, 24 orë. Submarin që është nëndetëse bërthamore, po. Dhe ky tani me situatën me të krijuar me së duket, shkoi atje dhe me pak fjalë, tha këtë i do shohësh tani ti, po që nuk kemi përkthim, do ta mbajmë vetëm pak sa për kështu. Jepi Ledjo. Shohim çik Macronin. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale, et la décision ultime revient au seul président de la République. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser... Po pra, me pak fjalë, për ata që s'din frëngjisht, jam gjithmonë i gatshëm që ti përdor pak për herë të parë se këta francezët janë diskret. Ndryshe nga Putini që e përmend gjithmonë. Këta nuk e bëjnë. Për herë të parë ky tha, unë do jem i gatshëm që dhe nuk do kërkojmë pra për të qenë tha duhet të trëmbim, pra ka ardhur koha që ta themi troshta, mos e fshehim më, ne duhet të trëmbim, të jemi kështu të si thuhet më burr në Shqip, më Berat. I faut être craint. Domethënë duhet të friksojmë. Okej. Duhet na kenë frikë. Po që na kenë frikë, duhet jemi të fortë. Okej. Dhe për herë të parë, Franca nëpërmjet këtij presidenti, jo nuk e dua fare, po çon si ka, ky është president, e di se ti je liberal. Po. Franca tha, për herë të parë tha, nuk do komunikojmë më për numrin e testatave bërthamore. Qartë. E lexova këtë. Pra si jep më llogari, nuk jep më llogari, do provojmë, po i kemi të fsheta. Ky po planifikon mi rrit numrin e Bravo. Tani Berat, Arsenalit. Edhe pse Franca është komplet jashtë loje si shumë shtete të tjera, domethënë, sepse këtu në këtë rast vetëm amerikanë dhe Izraeli janë. Jo, flasim për luftën tani.
E tha vetë kësë më Pra, morën... ka shumë interes në lindjet mesme. E di, po këta nuk më morën dorën fare, nuk më pyetën fare, nuk më implikuan fare në këtë çështje, tha. E tha për asa ditësh. Në qartë. Dua të them këtë gjë, që këta Berat, ky vetë sipas teje, edhe pse është një gjë periferike kjo, s'ka lidhje fare me debatin. E bën këtë gjë sepse ky fatikisht përfiton nëse do ketë një luftë, në këtë shtrirje të madhe, sepse nuk bëhen zgjedhje 2027 vitin tjetër. Sepse unë më fali ta them, po unë i shoh dhe kështu këto probleme, dhe i shoh dhe lidhur ngushtë me interesat personale të këtyre individëve. Për shembull 2027-ën, prit. 2027-ën, vlla. Dhe kjo dihet, momentin që një vend hyn në luftë, nuk ka zgjedhje, ti e di apo jo? E qartë. Bien gjitha këto. Po më duket që jena larg prej asaj kohe. Domethënë nuk besoj që jena larg prej asaj kohe, mund mbyllet Irani, po mund të fillojnë gjë tjetër. E qartë është, po unë nuk besoj, domethënë nuk besoj nuk do t'i besosh luftë evropiane. Pra ti nuk beson të intencionet e fshetat e liderëve, Berat? Jo shumë? Jo. Po si ka mundësi? Jo. Është një çështje e para, siç edhe thash. Kryesisht besoj në gjona që i lexoj edhe i shoh, edhe, domethënë, pak e shikoj edhe të kalumen si ka ndodhur. Nuk është çështje kjo politika, domethënë, konspiracionet kanë ekzistuar dhe nuk është konspiracion kjo është interesi im personal. Unë, më fal, të bëj një pyetje. Kur ikim nga Franca, dakor? Kush përfiton sot nëse goditet Shqipëria? Kush përfiton sot nëse goditet Shqipëria? Po beson që përfiton Roma. Jo, unë bëra pyetje, nuk e thash. Pora, unë nuk besoj që do të goditet Shqipëria. E zëm se vjen një raket. Na mujna me diskutu hipotetikisht për një zhvillim hipotetik. Mirë po. E qartë, dëgjëm. Nuk është tabu pra. A godit Dubai? Më fale, mendoj ti do goditet Dubai? Dubai është afër. Shikohet me sy, e para. Jam dakord, po e kanë fjalën, e mendonte njëri që do goditej Dubai një ditë vëlla. Çore. Po. Jo, mos i po, jo, pra ishte vështirë ta mendoj ti. Gjëja më normale me mendu çani është kjo. Unë se kisha menduar kur dhe jo, po gjithë dynjaja e hapën syt. Pra, qendrat e para kemi të bëjmë me një konflikt historik islam. Domethënë, persët që janë shia, gadishulli arabik që janë suni, edhe pastaj vazhdimisht ka qenë një tension edhe gjatë kohës Shahut, Pahlavit, ti ke pas rivalitet mes Iranit edhe arabëve. Ai rivalitet nuk është ndalë kur. Arabët, posaçërisht Arabia Saudite, e cila është në raporte historikisht këqija me Iranin, vazhdimisht Amerikën e ka mojt afër që me balancu Iranin. Pra, pse ka Amerika baza ushtarake në Arabi Saudite, ka sepse Arabia Saudite vazhdimisht e ka pas shqetësim Iranin. E ka pas. Tash, unë kurse kum përjashtu, për shembull, lufta Irak-Iran, që ka qenë, unë jam rrit mbamendja jam e çani për luftrat është lufta Irak-Iran. E di se të dëgjova që e the këtë gjë. 82, 88, aty. Pra, kjo është rivaliteti hapën që ka ekzistuar mes këtyre dy etnive, që janë persët dhe arabët. Pra, gjëja më normale ka qenë kjo luftë. Po tash këtu futet edhe Izraeli, e Izraeli pak ua komplikon vendeve arabe pjesëmarrjen. Për çka? Se banorët arab e urrejnë që me u bën të njëjtën palë me Izraelin kundër disa islamëve, qofshin ata në një sekt ndryshe. Qartë. Pra ata pe urrejnë aleancën, sepse për ndryshe e urrejnë Iranin. Pra, mu ma ka thonë Drashkovici një gjë interesante. Drashkovici për shqiptari se njohin është? Vuk Drashkovici ka qenë ministri jashtëm i Serbisë, politikan her nacionalist, her me liberal, si të qoftë, ai e ka një thonje, thot konflikti i dallimeve të vogla. Do më thonë, ai thot për ju shqiptar, thot, për shembull, kur kanë luftu bosnjak me serb, thot, këto janë dallime të vogla sepse ne flasim gjuhën e njëjtë, e kemi pak a shumë historinë e njëjtë, edhe masakrat kanë qenë intenzive. Pra, urrejtja në dallime të vogla din me konë më e madhe se sa urrejtja në dallime të mëdha. Brenda llojit, patjetër. Brenda llojit. Pra, këto dy entitete politike, religjioze urrehen me njëra tjetrën. Pastaj e ke rastin Turqia, që është shtylla e tretë. Pra, i ke arabët, i ke turqët, edhe i ke persët. Pra, lufta për dominancë islame ka qenë vazhdimisht mes këtyre tri grupeve. Kush e mban shtafetën e islamit? A persët, a turqët, a arabët? Është ky rivalitet ka qenë gjithkohë. Historik. E tash, çka kanë bërë këto tri komunitet, tri etni? Vazhdimisht kanë provu, që më thonë, me manipulu publikun musliman përmes Izraelit dhe Palestinës. Palestina ka qenë historikisht ai vendi ku këto, që më thonë, kanë orë shprej, kush është më radikal sa i përket mbrojtjes Palestinës?
Ai që ka qenë, pra, Irani e ka detyru botën arabe me u bë radikale kur ka ndodhur revolucioni 1979. Sepse bota arabe ka qenë shumë larg radikalizmit që e ka sot. Revolucioni islamik, po. Po, kur ka ndodhur viti 1979, që Khomeini e ka marrë Iranin, ai ka thonë ne kemi prioritet zhdukin e Izraelit. Kjo ka detyru botën arabe me u bë dhe ata radikal, sepse për ndryshe popullata arabe ka fillu me admiru Iranin. Qartë. Pra kjo është në momentin që hiqet Irani, ose bjen kjo klika e ajatollahve, unë jam i bindën, po këta nuk është veç bindje, është përvoj, sepse para si me qenë Ajatollah Khomeini në kryt Iranit, lindja mesme ka qenë me qitë. Lindja mesme është trazu me ardhjen e Ajatollahit Khomeinit në... Sepse ata kanë bëze prokse tyre Hezbollah, Hamasin e këto të gjitha. Dhe më thonë, personi ma me pesh në lindjet mesme ka qenë Ajatollah, në ndikim në Liban, ndikim në Siri, ndikim në Gaz për mes Hamasit, ndikim në Irak për mes komunitetit vetë, pra, në ndikim i jashtëzakonshëm. Eliminimi, unë e besoj, dhe më thonë, ajo që ka pëndodha aktualisht atje, se ne, unë e i shofë edhe, pra, e falem edhe këtë gjohë para si mu fut këto, dëshira për, si më thonë, për mi zmadhu gjanat, ka marrë në Kosovë. Mund goditet Kosova, teorikisht mund goditet, sepse ajo raketa më rrinë, dhe më thonë, raketat balistike që i posedon Irani, e kanë rrezën e veprimit 2000 majla, tashi. Milje, po. Po që është, dhe më thonë, 1000 miles është 1600 kilometra, dhe më thonë 3200 kilometra. Po aty futet pastaj edhe era, janë shumë gjëra. Janë disa faktorë, teorikisht e mrinë. Pra, më falë një sekundë, ti thua, jo se nuk e ka në plan të qëllojnë, po se nuk harin dot. Nuk e... Po të harini, do e qëlloni berat, kjo është pyetja. Ka mundësi që qëllojnë, sepse kanë bëhe, dhe më thonë, e qëllun edhe Omanin, i cili është ndërmjetësusisht, po Irani e patë me rëndësi, Irani e kishte me rëndësi pasi që u sulmu, dhe më thonë, me tregu forcën e vetë, edhe e tregoj, dhe më thonë, i sulmoj gjitha këto, e boni ato dhe e murve mendjen. Këtu do rrim pak tani. Po. Që më mëzarra, Qiprën e ka sulmu, bazën britanike në Qipro, e ka sulmu me drona, pra, unë e besoj, nuk është kjo teoria jamja, po në bazë që ka pëndodhë, nëse sulmon Shqipërin, mund të sulmoj me drona, jo me raketa, dhe më thonë se vjen dron kamikaz, Irani për përdur dronat lirë që kushtojnë 50 dhe në 50.000 euro, një dron, i cilë është kamikaz, është imbushën me eksploziv, edhe i bjen edhe plas aty, bam, edhe eksplodon edhe vdes a i droni aty. Dhe më thonë, se është ma, sepse po të niset raket balistike, prej Iranit, më ardhë me godit Shqiprinës e Kosovën, ajo interferohet rrugës, sepse këto raketat balistike të Iranit janë raketat patriot të Amerikës, që e interferojnë, e interceptojnë. Interceptojnë, pra. Po. Dhe janë disa shtetet... Se drone është pak më problematik. Janë dhe reze këtu, duke dhe reze këtu. Po. Që Shqipëria është, Kosova është. Po tash kjo është pak e egzagerume, dhe më thonë. E kujtë është kjo harta? Range? Që është kjo? IDF-it, se e diskutu me heret. IDF-i ka me rak me... Izraelite. Po, IDF-i vazhdimisht e rritë fuqinë e Iranit në mënyrë që me mobilizu Evropën perëndimor dhe Amerikën, me thonë jasë qa fuqi e ka. Po, raportet e medjave kredibile e dërgojnë është harta tjetër ku i bje mes për mes Kosovës, dhe më thonë. Pra e kap Kosovën? E kap Kosovën. E kap Kosovën, teorikisht. Ja kjo këtu. Po kjo këtu, po. E aja i bjen absolutisht, dhe më thonë, mundët teorikisht bjen mbi bond stil, se aty është edhe Ferizaj, dhe më thonë. Pyta. Po kjo është rastisht. Qartë. Sepse ajo është reze e veprimit, është reze e veprimit. Qartë. Mirë, po kjo për Meran, Kosovë, duhet gjithë Amerikanët me nejt një orë kështu me po, edhe me shiku ku po bjen, dhe më thonë, se është rrugë gjatë marë për Iranit, deri në Kosovë nuk është aq e lehtë, do të me kalu disa shtete, do të me kalu Irakune, do të me kalu Sirine, do të me kalu Turqine, do të me kalu Bullgarine, Macedoninë ose Serbinë, edhe pastaj me orë dhe me plasë. Ja dhe kampi Bonfill. Po. është bazë madhe realisht në Kosovë? Pa modhja në Balkan. Ke qënë ti Bernat? Si gazetar, po. Po si gazetar, je fut brënda? Po, është Amerike vogël është, dhe me thonë. është Amerike vogël? është Amerike vogël, dhe me thonë. Dhe me thonë, sa ushtar Amerikanë ka atje? Pa tash është zvoglu numri, dhe me thonë se në kushte normali janë disa mira aty. O? Po, aty është bazë, ma modha si aty të Gjermanisë është, pra është... Dhe sa lartë nga Prishtina është Bonsilli? është 35 minuta, me vetu. Dakor. 35 minuta. Pra, teorikisht, mbrindej aty. Po, nuk e besoj që
ka punë tjera aty, dhe më thonë se Irani hakmorjen e ka me fëqint. Shqipërinë e kishte një bif, që thëmë anglisht, pra. Po, pra që kur mbylli ambasadën këtu, për ato hakerime. Ishte kjo, tashin ndoshta dhe e provën me bonë i gjatë, dhe më thonë, se nuk e përjashtaj. Se nuk e jofë kundër Shqipërisë, për me të regu fëqinë e vetë. Dhe më thonë, sa ma larkë që e hedhë. Ore, me këta nuk e istojnë më si pas të jesë, se thonë që këta gjithkohën punojnë, këta mujahedinët që janë këtu. Qa bojnë këta këtu? Hakerime, gjëra thonë. Jo. Të betohet, Ariane. Kështu thonë, ore, se tani t'i gjë, Ariane. Këto nuk janë të konfirmuara, se ata kanë ndërpresh, do dhe marrëdhënie me shtypin, ka vite. Ata s'flasin fare. Pra ti nuk fynë do ta tjetë mash në intervistë, vlla. Pse? Është geto? Është e rrethuar ajo, është. Po. Prandaj po them, domethënë, ajo është një lloj mini ushtrie, ata njerëz atje, mini ushtri po themi, se nuk është ushtri tamam, po ata janë njerëz cilët janë sjell këtu, kanë ardhur amerikanët që në kohën e doktorit e Berishës, pastaj erdhi ky Pompei para ca kohësh, mban mend? Po vëdi. Që erdhi vetëm për këtë punë, pra se thuash, ata janë ca njerëz që për amerikanët kanë pas shumë rëndësi. Pyetja që shtrohet sot, lufta që filloi, për çka kanë pas rëndësi këta njerëz? Nuk kanë këta që janë në Shqipëri aktualisht në bazë leximeve të mia, nuk e kanë monë i pesh. Ja ku është, ja, kampi Ashraf 3, Manaz. Ja, është shef dhe këtu berat, është shef dhe ekrani jotë tu. Kampi Ashraf 3. I kanë betë... Shive, është qytet dhe këtë, vla. Këta sikur i kanë betë Shqipërisë nderë, dhe më thonë. Po jo, më berat, si kanë betë nderë, më... I kanë betë nderë, se s'kanë relevancë politike këta. Po s'ka mundësi, më berat, si hanë e pinë, ti thua hanë dhe pinë dhe njerës të tjetë kotë? Absolutisht, i vetëmi person aktualisht që janë dy grupe që Amerika ka interesim për momentin sa i përket Iranit. Janë kurd, sepse Irani është 60% e popullatës janë pers, pjesa tjetër janë minoritete. Qartë. Dhe më thonë, 60% vetëm. Kurd e përbojnë grupin më të madh etnik. Edhe Amerikanë po diskutojnë me kurd të Irakut, që në rast nevoje, si më thonë, me u fut me marrë këtë pjesën kurd të Iranit. Nëse Irani nuk e bën një zbutje që po thojnë Republika Islamike 2.0, 2.0. Atëherë do t'i futen edhe me coptimin e Iranit me prit fati i Sirisë ose në i gjo. E do vazhdoj, pa do jetë e gjatë pasaj. Ose fati i Libis që ishte implodim, ose fati i Sirisë që ishte eksplodim. Të do të shtetet fëqinje me marë pjesë, se ka Azer, ka shumë, që janë të Azerbajxhan. Sta etni, pra këti sta etni, kjo është këtë. Pra, ata janë interesant për Amerikën, është edhe interesant djali i Pahlavit, i cili jetë në Amerikë. Pra, vetëm këto dy grupe, mujahedinët, këta që janë këtu, asnjë relevancë për momentin nuk e kanë. Nuk kanë, po. Asnjë relevancë, zero. Kush nuk po i varë shpresat që këta me marë, dhe më thonë... Kush i mban me lekta, mu? Po se dit, ka pas shkrime, kom ledzu, që edhe Amerika ka hek dorë për i të në. Po jo, mërë, për bespo. Seriozisht e ke? Pasha zutën. Po pse i mban, atëre pse i mban? Kanë gellë, sepse kanë logarit me heret në tanë, këtë levizin mujahedine, po tash, në Iran nuk mundesh me josh liberalin e Iranit me mujahedin. Dhe më thonë, vetë një formë për me josh rinin e Iranit, e cila, by the way, është gogja emancipume. është një nga për librave më të bukura që e kom lexu, është, si më thonë, Reading Lolita in Teheran. Është një libër shumë i mirë. Që do me thëmë? Duke e lexu Lolitën në Teheran, edhe flet për nëntokën e Iranit, sepse nëntoka liberale e Iranit është shumë e zhvillume. Janë pa feregje, janë kështu bojnë, si më thonë, pinë alkohol. Janë modern, po. Bile shkojnë edhe, është rinia liberale, është edhe një gjohë shumë interesant. Qani, sepse ka bjeshkë dhe ka skijim në Iran. Po inspektorat janë kryesisht, inspektorat e moralit, janë kryesisht fshatar. Edhe tash, rinia urbane e Teheranit, ngritet në bjeshkë, shkon lartë, se ata din me skiju, e inspektorat nuk din me skiju, nuk din mju gra skijave, edhe këta shkojnë edhe përdorin alkohol në bjeshkë atje lartë, sepse inspektorat nga fshati nuk din me shku deri atje lartë. Pra, këta mujahedin këtu, nuk kanë impakt në Iran, nuk kanë impakt se kërkush po i kërkën këta, nuk ka audiencë për këta atje. Këta janë viktima e një kesh llogaritje amerikane dhe tash kanë ngel këtu. Pra nuk është një plan. Dhe ti thua s'kan asnjë rol në Shqipëri? Asnjë rol. As Shqipëria as Iran. Jo, ne ndoshta nuk e dim, po të thash pra, atë, do të thonë, konsiderohet si një bazë ku ka hakerimi, që e shqipon ty. Nuk, ata mund me bo hakerim për qejf. Jo për qejf, jo. Jo, për sport vetin, të më thonë. Nuk besoj. Ku ne kryjnë punë ata? E bëjmë për skid. E bëjmë si për skid. Unë nuk i besoj rasive, vlla, që ata kanë betë rasishtu. Unë nuk i besoj rasive. Me gjas keni shumë mysafir në studio, jo të ti, po në shumë studio që isha, edhe në studio prime time, që për mu është gabim, dhe më thonë, që me bo këtë gjë show, dhe më thonë me thonë lojme spekulative pa bazë,
me që s'kam informata, atëherë po ja, fusni informat e nështë del diçka, do më thonë, për mu nuk është kjo gjeja duhur, sepse nuk ke shkrime askund, qani, që këta mujahidinat... Po shumë mesazh dhe njerëz dhe ndërkohë, po nuk e di, është blokuar Totusi e no. Qa ka? Më falë Berat, është blokuar Totusi. Totusi është një QR kod që kemi në këtu Berat, që dërgojmë pyetje njerëzit. Okej. E kemi këtu në ekran. Okej. Ai QR kodi atje, dërgojmë pyetje dhe në lexoj gjatë emisionit, pyetje për të ftuarit. Nëse i kom zgjune interesim dikujt. Po, patjetër është e sigur, megjithëse sot është nami, vlla. Sot ka bullshit në për televizionin shqiptare. Çfarë sot është? Është martë. Është bullshit i papar. Pse? Ta them pastaj. Po e përmend as reklam, falas, nuk ka problem. Bullshit i papar në televizionin shqiptare. Super ndeshja jote Barcelonë 2-0 është. Ku mbaron ajo? Ajo mbaron për... O, ti tani je mërzitur? I duhen edhe 2 gola Barcelonës. Që do jetë vështirë apo jo? Nuk e di, është 25 minuta. Ne të martë kemi publik tonin që është besnik shumë i madh, që nuk shikon as futboll dhe as bullshit, po, është sigurt. Tani, të lutem stafi, merrni pak me këtë se un kam mesazh dhe vjetra këtu nga emisioni i kaluar. Ë? Në reklam. Dakor. Ora është 10:31 me Berat Buxhalën zë zotri ose ndryshe më shif mua le jo. Ose ndryshe Beri Buzhi. Një perl Beri Buzhi, vetëm kështu mund ta gjeni në TikTok se ja kanë vjedhur emrin dhe mbi emrin e vërtet. E vërtet. Por ndërkohë, emri i artit që ka gjetur, që është shumë afër të vërtetit, është brillant. Beri Buzhi, perl. Bashkë apo veç? Bashkë. Beri Buzhi. Po. Do kthehemi pas. Ti më emri është, ti e din që unë jam nga Shqipëria me origjinë, po. Më ke thënë këtë gjë se memoria ime është shumë Fshati Buxhal është në Ku bie Buxhala? Puk. Është në Puk. Po. Ah, dakor. Po të partet tu, Sërgjyshi, ku Po, kemi dalë nga Shqipëria në vitin 1870. Ah, dakor. Po, fshati Buxhala është, domethënë kam bë emrin nga Puka, emrin nga Berati, kështu që ma ka pas bënë herë një Berati, po ta. Po. Pra unë edhe emrin dhe mbi emrin kam Shqipërisë. Për dallim prej juve shqiptarëve që keni marrë emra në Itali. Të merrur. Dgjoj, o Berat. Me qira fjala valla, se tani do të ikim të bëjmë një pauzë vogël. Po çfarë do të pyesim unë ty? Shikon jam me hoqë tani. Po rrova, tani s'është do të thosh. Po flisnim për Iranin, për Mozaikin. Jo, për këtë që më the tani. Ti tani pra këtë do thoshe se the ke edhe emrin nga Shqipëria, dhe mbi emrin tani ke pasaportën prej sa kohësh apo jo? Po, kam pasaportën, mu ma ka dhënë pasaportën i ndjeri nishani. Ma ka Po mi, atëherë ku ta dhënë nishani, shtetasit kosovarë nuk hynin dot në Europë. Në Europë. Tani që mund të hyni çdo duhet pasaportë shqiptare. Ja, kam gjithë familja, domethënë, ja, shumë mirë. Pastaj janë edhe disa vende që pasaportën e Kosovës nuk e njohin. Akoma? Po, si jo. Për shembull? Për shembull në Kinë. Po këtu në Europë? Jo, tash edhe Sponja po e njeh, domethënë, se përpara se njefte Sponja, edhe me vizë. Dakor. Po. Po, ka plot vende evropiane, afrikane, aziatike, Kuba për shembull, ose vendet Amerikës. Pse shqiptarët e Shqipërisë futen pa vizë në Kubë? Pa vizë. Dakor. Edhe pse Kuba është vetëm edhe pak ditë. Domethënë pastaj kolapson edhe Kuba me gjas, pas Iranit. Sepse e ka bllokuar, i ka bërë embargot pa parat, i ka rrethuar. Vën zonën qëre. Jo, do vim, po ja të bëjmë një pauzë vogël se kam orarin, s'kemi çfarë bëjmë. Me Beri Buzhin kthehemi pas pak, po fillimisht edhe unë them të bëjmë një xhiro urgjent në Dorelan plak. Sepse Dorelani na thotë që nxitoni ne kanë bërë dhe pak ditë, deri në fund të muajit keni tali di prezzo, thonë italianët, kaputje çmimi, ulje çmimit të papar. Deri në 50% Dorelani. Në Dorelani ju mund të mbyllni gjithçka që ka të bëjë me gjumin. Gjithë gjërat e gjumit në dhomën e gjumit tuaj, krevate, gjithçka. Por kujdes, e keni vlerësuar gjumin deri tani, kujtoni se gjumi është një gjë, hajtë mëse flënë çdo dyshek. Jo, duhet zgjidhni dyshekun e dur, valla. Se vetëm nga dysheku i gabuar ju keni dhimbje qafe, kurizi, mesi të tmerrshme. Ndaj vetëm te Dorelani do zgjidhni dyshekun e dur, tani që ka dhe ulje çmimi është papara, do shkoni ose përballë Deli Orgjit tu te kompleksi Deli Orgjit te rruga Kavajës, ose në autostradë te kilometri 12 te qendra tregtare Prestige Home, ose -1 te Tegu. Dorelan dormire bene, vivere meglio është slogani, të flësh mirë, të jetosh më mirë. Kthehemi pas pak me Beri Buzhin në TikTok. Ledio, të vinë ato. Çfarë
Rimi mbrëma toksor, jemi rikthyer, jemi live në këtë P2, pjesë të dytë e emisionit. Ora është 10:36 minuta e darkës, për thënë që jemi live. Episodi 1051, sezoni 23. Dërgoni pyetjet tuaja, siç keni dërguar deri tani te ky QR kodi i bukur që del në ekran. Mjafton vetëm të bëni një skanim, një login, dhe nisi pyetje për Beri Buzhin gjatë Berat Buzhala, Beri Buzhin TikTok. Ndiqni videot e Beratis, do kënaqeni. Përveç se do merrni info shumë të mira se Berati është super profesionist, përveç të tjerave, Berati ka dhe një gjë shumë të mirë, që ja shpjegon me fjalë të thjeshta, një gjë që të tjerët e thonë shumë vështirë dhe ju s'kuptoni asgjë. Kjo është merite e Beratit, jo vetëm për studio televizioni, po sidomos tani në rrjetet sociale ku po bëhet nami. Megjithatë fjala, para se të ikim para se të vazhdojmë Berat bisedën, le të lexojmë disa mesazhe, të respektojmë njerëzit, dhe pse sot është tash dita e bullshiteve. Kanë ardhur shumë mesazhe për ty Berat. Çani pyet Beratin, nëse Amerika fiton këtë luftë, Kina ka ndonjë plan B? Po këto janë përgjigje kështu, po jo, nuk kemi kohë për të përgjigjur gjatë. Qëse do të përgjigjesh, po jo, pa koment, jo. Aros thot, unë jam pro Albin Kurtit. Nga s'moj dhe për këtë, po. Gjithë kemi probleme, edhe ti. Por thot, mos në përmend të emrin e këtij këllirës, që unë s'do dhe përmend tani. Por filani thot, se është reklam, e kupton ti për kë është, i lëpijet aq shumë më keq se ky gazetari tjetër që punon këtu në Shqipëri. Me ta shpif, thot, nëse ky se ka Aros bë pyetje, mos sa bë komente, vlla. BV-ja, thot, pyete Ier Buzhalën, thot, si ja dha truri që ndaloj dhe stopoj, thot, dhe nuk i ra ati plerës. E ka shpjeguar Beraj tani. Shumë mirë që mirë të ndalova. E ka shpjeguar Beraj këtë punë, s'do merrem me atë tani, aman të keqen, se na bie dhe estetika e emisionit, e kupton, është tmerr. Klevisi thot, Çani, nëse një raket niset nga Irani për në Manzë, sa shtete duhet kaloj për të goditur Manzën dhe a do të kaloj në zonën errore të Surelit? Janë lezetshëm njerëzit, është ai ide. Tjetri thot, aman o Çan, mos e bëj me nerva, thot, se po ha dhe ti në i goditje kështu si padashje, thot, Iranin. E kisha mongu dhe këtë reputacionin, domethënë reputacionin që godas në për studio. Tash edhe kjo më ushtu mu, se nuk e kisha nevojë. Eksploruesi thot, Çani, pyete pak Beratin, të lutem, a do na mbrojë ushtria Albin Kurtit me sistemet antiraketore nga raketa që do vinë nga Irani, sepse Kosova ka investuar në ushtri këto vite. Po kjo është e vërtetë që Kosova po investon në ushtri? Po jo, Çani, se tallë janë. Është mashtrim, thua ti? Totalisht. Është fake news. Po ne kemi parë në këto lajme që thua ti që janë serioze, më. Çka ke po, domethënë ne kena GDP-n. Po shumë se Shqipëria po njerë. Po jo, se ato faktet janë, Çani. Po çka ka? Shqipëria nuk po investon fare në ushtri, më. Por Shqipëria ka 1.5% të buxhetit të çon në ushtri. 1.5% i buxhetit të Shqipërisë është më shumë, po fakti që nuk dalin edhe me tregu pse çka kena investuar na. I kena ble 5 drona Bayraktar, i kena ble pe Turqisë, i cil edhe ky Ramsi i bleu ca. Po Albini e ka një audiencë dhe e përmend ushtrinë shumë, domethënë. Sepse zakonisht njerëzit i përmendin ato që ju mungojnë. Domethënë, ai thot ushtria është e rëndësishme, po çfarë ushtrie? Domethënë, në këtë botë tripolare, ti është e rëndësishme aleanca, jo ushtria. A je me aleancën e duhun, a nuk je me aleancën e duhun? Po ti ushtri më të madhe se Tiranit nuk ke. A ka Irani ushtrinë e madhe? Çka po i do Tiranit ushtria? Shik Levisi çfarë thotë. Levis Dragoti thot, pyete Beratin, Çani, lutem, sa ka vajt 1 kile suxhuk në pikën e kompastit? Tregove kompastin ti. Ha? Qa perle. Behari thot, përshëndetje Arian, pyete Beratin, nëse Irani sulmon Shqipërinë, a do aktivizojë neni 5 i NATO-s apo kjo është thjesht një teori? Teorikisht po. Teorikisht kur sulmohet një shtet i NATO-s, ajo po nuk aktivizohet automatikisht pra. Jo, automatikisht domethënë. Jo, nuk bëhet automatikisht. Po. Po ka pas debate shumë. Dhe invoke Article 5, domethënë, jo, Shqipëria e domethënë vendi NATO-s, nëse ti sulmohesh, ti vendos si shtet apo don me thirr nenin 5. Domethënë, nëse Shqipëria thirr nenin 5, do të thrasë Shqipëria. Shqipëria domethënë. Se thot jam e rrezikuar. Po, ata nuk është se thon, po, me që aktivizohet Shqipëria ne do futemi në luftë. Tash ja për te që Amerika po lufton atje. Po normal po. Po. Arian thot Florenti, Izraeli me Mossadin do ta përfshin në luftë Europën. Mbaje më mirë këtë që po them. Mjafton një raket si incident për të përfshirë Europën në luftë që nuk i takon. S'ka lidhje.
s'ka lidhje feja islame. Thot, thjesht Amerikës i pëlqen të tërhiqet nga Izraeli në një konflikt në lidhjen e mesme. Ka kohë që planifikon, nuk është e re. Për luft me kanë, domethënë Evropa mu fut në, domethënë, unë çfarë? Mossadi është organizatë serioze, po për një arsye ose një tjetër, njerëz kanë qef me glorifiku më shumë se sa që është. Domethënë, ajo mjaftueshëm është, Qartë. po njerëz, okay. Jo, thuaj shkurt që të kalojmë të... Okay. Pra, nuk e kontrollon botën Mossadi, nuk e kontrollon Amerikën Mossadi. Mossadi është mjaftueshëm i fortë. Mund të kontrolloj pjesërisht. Jo, po për shembull, raportin për ku ishte Ayatollah Khamenei, e bëri CIA, nuk e bëni Mossadi. I sigur për këto, Berat? 1,000,000%. 1,000,000%, domethënë, ishte raporti CIA-t që Ayatollah Khamenei dhe shtabi i tij janë aty, edhe ai raport ju bart forcat të Izraelit ata kryin bombardimin. Po nuk ishte Mossadi. A është gabim të mendohet, më thot Fabian Mici, se iranianët duan të kenë modelin europian demokratik nëse çlirohen nga Ayatollah, pjesa më e madhe e tyre thot procesonin në pritje të shahut. Shif, shahu është opcion, aktualisht është opcioni më serioz, edhe pse ai prapanicën në Amerikë e kërkon me ardh, dush mu kthy këtu. Domethënë, mirë po, personalisht unë i vlerësoj persë shumë, pjesën liberale, kishte edhe kryeministra. Si i quan persi, se ata vërtet janë... Janë persë, se si mi qujt, iranian, gjuhën e kanë farsi, që është gjuha persëve, domethënë. Nuk janë arab, nuk janë turq, ata janë prej ardhjen, sepse, qëre? E ka fjanë, kanë pesë shumë pak nga ajo kulturë, nga ajo gjë, domethënë. Jemi dakord apo jo? Si territor. Si territor nuk kanë ndryshuar asnjëherë, jemi dakord, po asnjëherë, po. Domethënë, e tash edhe popullata aty ka qenë. Qartë. Pra, unë besoj. Ore, këtë them dhe unë, kur flas për Greqinë, për shembull them Helenët. Dhe këta më thonë, po jo, më ku ka Helenë më burr tani, nuk janë Helenë ata. Këta janë, domethënë, këta janë, kanë monarki, kanë pas 2500 vjet kanë pas monarki, jo të njëjtën, po është një monarki brenda një territori kompakt. Pra, unë e çmoj, domethënë, edhe në këto kushte Irani, mos e harroni gjë, edhe nën Ayatollah fillimisht Khomeinin, pastaj Khamenein, këta kanë zhvilluar një lloj demokracie, ka pas kryeministra që kanë qenë pak më të moderum. Për shembull, ka qenë prej vitit 2009 deri në vitin 2013, nëse s'gaboj, i ke pas një 2 kryeministra që kanë pas qasje më liberale. Shish më thot Mant Kopliku. Pyetjet mundet për Beratin, ka shumë njerëz që po shkruajnë tani në këto live, se ta shkruajnë live te kjo QR kodi Berat. Më pëlqen ky interaktiviteti me njerëzit që marrin pjesë në emision. Më i miri. Pyetje si mundet, thot Amerika, pyetje për Beratin, si mund Amerika të dalë nga një luftë e gjatë dhe me zjeruar që Irani ka në plan të bëjë, thot, vetëm ditën e parë janë hedhur 800 raketa nga Irani. Amerika prodhon vetëm 500 raketa mbrojtëse Patriot në vit, thot ky. Pastaj shifrat janë sakta, po. Jo, nuk e ka keq, domethënë është kjo temë që po zhvillohet, sepse po thuhet luftën do ta fitoj ai që i mbarojnë raketat spari. Besohet që Irani ka dikun 3000 raketa balistike. Domethënë Amerika ka më pak raketa Patriot. Po. Mundet me prodhu ndoshta, po kjo është, domethënë tash i ka dhe mjetet tjera që munden, po edhe Irani nuk i ka të pafund me raketat balistike, sa dhe ato nuk po bën bashkë, domethënë kërkon kohë për mu prodhu një raketë balistike, kështu që i ka totali ka 3000, domethënë nuk është një numër i jashtëzakonshëm. Sabajet Toshi thot, Mimbrëm Arjam, pyetje për Beratin, mbasi Amerika nuk pyet për pavarësinë territoriale të asnjë shteti, thot, si me Venezuelën, si me Iranin. Pyetja ime është, pse ata nuk e kanë sulmuar Rusin deri tani, të cilët vazhdojnë vrasin pafajshëm në Ukrainë e tjerë, por shkojnë dhe bombardojnë Iranin. Irani i cili s'ka si lloj bombe atomike, gjithsesi në Rusia e ka tani e shumë vite. A s'është kjo frikacake? Kjo është arsye pra se ka bombën përthamore. Si e pa temrin kë? Sabajet Tosh. Okej, Sabajet, dëgjom. Po të mos ishte Amerika, Ukraina do të rezistonte një javë ditë kundër Rusisë. Domethënë komplet inteligjencën, që është shumë e rëndësishme. Sigurisht. E ka prej Amerikës, domethënë komplet inteligjenca, përfshi edhe raketat, domethënë Amerika ja ndali Starlinkun Rusisë. Komplet raketat Patriot, gjitha i ka prej Amerikës. Pra Amerika nuk është fut direkt në luftë me Rusinë. Mirë po, Ukraina pa Amerikën do të kolapsonte brenda javës. Qartë. Kështu që tjetra, pse Irani? Mos e harrojnë njerëz një gjë. Prej vitit 1979, Irani është shteti vetëm në botë që e ka program, e ka një intervistë e dhojnë ata, synim është shkatërimi një shteti tjetër. Pra, si mundesh me toleru një shtet, i cili e ka në plan program, me zhben një shtet tjetër. Sigurisht që ka vend për debat të Izraeli. Qartë. Ha debat kjo puna Izraeli. Mirë po, nëse ti e ke në plan
me bë armë nukleare, bërthamore, edhe në kushtetut tonën e ke me shkatru një shtet, pa tjetër që du të më të parandalu ty. Qartë. O ma, Libin e kanë të fort ata. Digjo, por ta mbyllë për momentin këtë komunikimin me njerëzit, kujtim Llapa që pyet Çani, thoi Berati, sa bukur, thoi Berati që Barcelona humb sot. Mos. 3-0. 3-0 është. 3-0. Llap, e hënga kujtim. Edhe 10 minuta. Po dhe me. Atëherë ndërkohë presim 10 minuta të bëj golin e 4 Barcelona. Wow. Shi një tjetër Hitler was right. Gjon ti Berati është njëri që ka vënë Hitler was right. Ja me ka këta kështu. Do të Çani pyeti Beratin pse je me çifutët. Po me këtë jesh, gojim, me këtë jesh. Unë e besoj që, dhe më thonë, krimi maj madhi njerëzimit që ka ndodhë në herë, është bo, si pike parë spajtona me termin qifut, është pejorativ. Pejorative është, po e përdoni Edhe pse për shama, unë e shpesh thëmë, muslimant, dërë me marë, dhe më thonë, endë nuk mujnë mja te i kalu të krishterve urrejtje ndaj hebrejve. Atë leksionin e urrejtjes të parin e kanë të krishterë, dhe më thonë. Musliman të vanë janë në rejtje. Sepse krishterë 2000 vjetë e kanë akuzu hebrejt, na keni më vra krishtin. Dhe thonë, për shdo fatkeci që ju kanë duhet krishterëve, këta i kanë fajtë se na kanë vra krishtin. Kështu që vanë janë musliman në rejtje. Po gabim, dhe më thonë. Sepse libra për mu ma bukra që ja sugjerejës dhe kuj është bota s'djeshme, s'bele Mulosmani ishte tu e lezu për dytë. Ermali. Po, Mulosmani. E ke mikti me Ermalin. Shumë. Mulosman, me qira fjala, do doli emri. Mulosmani është fantastik. Ishte të i lezu pi publikon disa pjesë. Dhe më thonë, lezën e bota s'djeshmës është libër fantastike për urrejtjen e të krishterëve ndaj hebrejve. Kështu që këti thoi, po. është i gjallë Berati në studio shumë, po, mos bjerë viktime gjysëm lajmeve, gjysëm informatave, sepse... Shumica e njerëzve kështu janë dhe nuk Po, ani, unë shpërtoj të më donë me debatu. Se pastaj Berati mos harroni një gjë vëlla. Ky zanati që bëjmë ne na detyron të jemi sa më korrekt. Ka një. Ndërkohë njerëz e shkret që nuk janë gazetarë dhe s'merren me media më. Çfarë mund të bënin nëse nuk do fantazonin pak? Jeta do ishte e mërzitshme o Berat. Kjo bota jam e liberale e ka tepru pak me korrektësi, domethënë kemi bë gabime, domethënë ne që jemi të lidhur me këtë aspektin ultraliberal, që pastaj lindi woke, që ishte një teprim. Edhe njerëz pastaj shpërthyen dhe thanë, "Okej, Perinoti e zgjedhim Donald Trumpin ne." Domethënë ishte Donald Trumpi ose Marine Le Pen. E kaluan të drejtën këta pra. Ose AfD në Gjermani, këto janë vetëm, si më thonë, reaksion i një diktaturët mendimit që e kanë imponu liberalt. Qëndron. Domethënë e ngushtun hapësirën ku njerëz munden me u shpreh. Njerëz nuk kishin drejt as me bë humor. Domethënë e korrigjuan edhe humorin. Humori është pa kufi. Domethënë ki drejt me bë humor me njerëz që kanë pak problem. Futën censurën rëndë. Shumë e rëndë. Po vetëm njerëz të reaguan, dhe pastaj e ke Trumpin që i bullizon publikisht. Edhe mirë ja u bën, domethënë duhet me zgjeru pak, duhet me qenë pak më tolerant, edhe me pranun kritikën, edhe jo konvencional në mendime. Nuk është të thonë gjithë me mendu njëjtë. Me qira fjala, po pra, pyet e Berati thotë ka shpikur Izraeli bombën anti-gohim. Po ka kaq kohë pra. Anti-gohim? Gohimi thonë Izraelitë i thonë gohim të huajve pra. Një njeri që nuk është izraelit është gohim. Ne për shumë jemi gohima, që si jemi hebre. Që si jemi hebre. Po që të gohim, e kanë shprehje ata. Vetëm tregoj këtij zoti. Goj, jo gohim, se gohim është e mund shqip, po goj. Në Izrael jetojnë 2 milion musliman, që kanë drejta më shumë në Izrael se sa kanë vene muslimane. Domethënë Izraeli, ata 2 milion musliman, që janë 20% e popullatës, kanë ulse në Knesset, kanë parti politike, edhe kanë liri shprehjes më shumë se sa kanë në vendet e në Gaz, ose në West Bank, ose në Arabi Saudite. Fasada nuk bën asnjëherë dëm, dihet ai më. Fasada nuk dëmton asnjëherë them, se fasada është e gjitha kjo, po nuk dëmton. Po s'është fasad. Deni një farë, pra. Sepse, dëgjëm. Edhe mund të mos ishin parlament, duhet them pra. Pra, përveç se ka popullsi që jetojnë, që janë, edhe mund të mos ishin, po të ishte një... është shteti zgjuar, pra duhet them. Po, patjetër. Se janë duhet them. Domethënë demokracinë e brendshme e ka të jashtëzakonshme. Pra shtetet fqinje muslimane munden me shku në Izrael me marrë një faqe të librit edhe me implementu demokracinë në vendet e tyre. Sepse një deputet musliman në Knesset ka drejt me thonë çdo gjë që një deputet musliman në Liban nuk ka drejt me thonë. Të rikthehemi prapë se ke një lajm të fundit që ka ardhur, po do bëjmë një xhiro të vënë të furnizohemi një sekond, ikë furnizohemi. Ka një lajm Berati sapo eri tani. Shumë interesant. Do ta thot tani. Po.
Ora është 10:50 minuta, 22:50, me do ikim të hedhim pak benzin ose naftë, varet nga makina që kemi, të ESPO Ili. Miq, ky është momenti, ja u kam thënë, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj, se të ju shkatroj makinën. Do shkoni vetëm te ESPO Ili, e ka kristal, qoftë benzinën, qoftë naftën. Atje, shikoni logon, fiksoni mirë, ESPO Il, nisuni me kast. Jo, si që bëni herë pas here, mos mbaroj, s'kam karburant. Fjallin me kasta? Me kast, po. Unë e përdor shpesh. Ki prej Kosovës, se po besoj në Shqipëri nuk përdoret shumë. Me siguri, me siguri. Po. Do të më mbet në Prishtinë, po. Një kongë gilit në vitet 90-a, me kast. Po, është e bukur, shumë me kast. Me qëllim. Po. Pra kështu pra, te ESPO Ili është the fuel of champions, është karburanti i kampionëve. Urgjent, mos humbisni kohë të shkoni dhe të fusni zorra të ndryshme në karburante të tjera, se të ju e dini. Në Shqipëri, Shqipëria, gjitha bizneset të tilla janë nona e mashtrimit, siç i thoni ju. Kujdes, do zgjidhni mirë ku do shkoni të fusni, se makina është si njeriu, do të marrë frym, do të ketë të jetë e shëndetshme, vetëm te ESPO Ili. Dakor. Bravo Said. Me qëta fjala Berat, lajmi më i fundit dhe Ledio rikthehet prap me fabulën e ekran. Irani ka vendosur për liderin e ardhshëm suprem, u zgjodh. E çuditshme, po. Pra në vend të këtij që vran, po kanë zgjedhur djalin e tij. Ali Khamenei. Kjo është Mohtaba. U zgjodh djali. Po, shumë e çuditshme. Dhe që po pse e çuditshme? E çuditshme sepse këta kanë, se më thon, këta kanë deklaruar të kalumen që pozita e liderit suprem nuk duhet me kon trashëgimtare, do të thonë nuk duhet baba djali. Tash është çuditshme se këta zgjedhin Mohtaba Khamenei, i cili është gjithashtu radikal, sepse bota po priste mesazhin e Iranit me zgjedhje një më të moderuar, që pastaj mu fut si zbëri Venezuela. Domethënë Venezuela tha, "Okej, na more këto, ja kemi këtë." Nëse ata dhe ka përshtypjen se ishin me Trumpin përpara, Po Trumpi të luanin. Gjithashtu duk që ka një komunikim këtej. Me këtë presidenti pra thonë, me këtë presidentin e Iranit, si e ka? Pas Zeshkinia. Ai nuk është se ka ndonjë gjë ndorë të madhe. Nuk ka ndonjë gjë ndorë. Po gjithsesi ai është pak më i moderuar, thonë. Ai fitoi si i moderuar. Po, pra. Ai fitoi si i moderuar, po aktualisht frenat në dorë i ka është ai Larijani është, si më thon. Pra u zgjodh djali i këtij. Djali i këtij u zgjodh, pak e çuditshme. Sa vjeç është djali i këtij? 66. Ai Ai ishte 86, domethënë në moshën 20 vjeçare pas ka pas djalin. I vjetër edhe ky po. 60 vjeç. 66 vjeç. Është 66 vjeç, ose ka lindur në 66. Jo, 66 vjeç. Dakor, okay. 66 vjeç. Dhe kjo, tani, më fal, ja... Nuk e që i dërgon mesazh Amerikës se ne s'po ndryshojmë. Sepse po ta kishin zgjedhur një më të moderuar. Ja lajmi, tani Asambleja e Ekspertëve të Iranit ka zgjedhur djalin e Ali Khameneit, Mojtaba, 56 vjeç, është ky, jo 66. 56 vjeç. 66 më doli, po. Nëse nuk ka rëndësi. Si udhëhesin suprem të anshëm në presionin e Gardës Revolucionare. Po. Djali i dytë i Khameneit, i cili kuptohet se është zgjedhur për të zëvendësuar baban e tij Tiranë, njihet për ndikim të kozërueshëm prapa skenave. Burimet i thanë Ynet i çfarë është? Në agjenci e lajmeve. Izraelite. Burimet i thanë Ynet se presin që Irani të bëjë një uftim zyrtar brenda pak orësh. Mojtaba ka lidhje të forta me trupat e Gardës Revolucionare Islamike, IRGC, krahun ushtarak më të fuqishëm të Iranit. Pra do thot Berat që kjo luftë pritet të jetë e gjatë atëherë. Qëre, e para... Nuk do jetë më 4-5 javë që tha Trumpi. Po përse që edhe jeta ati mundet më konë shumë e shkurt, sepse ky fat i ndoqë edhe këta të Hezbollahit. Do të pusin thua? Apo pa tjetër. Nëse kështu është, do më thonë, nëse këta, ky do tjetë tash me Hezbollahin ashtu bon. Do më thonë, momentin që e kanë caktu tjetër, e kanë vrati me njerë. Edhe tash, fuqia e identifikimit të subjekteve që janë në kërkim është jashtëzakonshme, do më thonë, e Amerikës edhe e Izraelit. Kështu që në momentin që kjo është një luftash, edhe ata do të godasin prapë, deri në momentin që do të zgjedhet dikush tjetër. Kjo është supozimi jami. Domethënë unë supozoj nisë edhe çka ka ndodhur në Gazë, çka ka ndodhur në Liban, ku vazhdimisht i kanë vrarë pasardhësit në momentin që ka qenë i njëjta rrym, po besoj që i njëjti fat do ta pret edhe trashëgimtarin nëse nuk i dërgon mesazhin ndryshe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çudia është si ka mundësi që ky djalë vet nuk ishte atë ditë në mbledhje më burr. Po jo se ky është apeshe, domethënë raporti është i saktë. Ky është në prapaskend, domethënë se aty ka qenë këshilli kombëtar. Qartë. Këshilli kombëtar që edhe çudia ka qenë që ky kishte deklaruar në fakt, Khamenei kishte deklaruar se nuk ishte vetëm raport. Atë haruam ta vinim, fal Berat. Po. Atë, jo, haruam të vinim atë. Me kapelën që e kishte? Jo. Me Beratin. E kemi kapelën me Beratin. Se ishte dhe një me bukur me Beratin, kishte vend atë të Ayatollahut. E pe atë Berat?
E lezeshme ishte ajo. E bukur ishte. E bukur ishte. Jo, po them për atë pra unë, që pam të LCI-a. Turbonin ajo që më kishin vesh si lider suprem. Po. Nuk e... O Benat, dëgjuar Janin, pra pyetja ime është kjo. Ore, mos doshta... Kotani, se këto janë pyetje, të gjitha janë hipoteza këto. Në qoftë se ata kanë vërtet kaq fuqi ushtarake Irani, dakor, të rezistoj. Është e pamundur që konflikti të mbyllet siç do donte Trump. Nuk kanë fuqi me rezistu, ta thamë unë këto. Dhe më thonë, ata kanë një arsenal, tash, çështja është kjo. E para janë 90 milion banor. Po. E dyta nuk di sa mira janë këta të gardës revolucionare, janë 250.000. Shumë. 250.000 veta, Mirë, me rezistu si. Apo jo, më çfarë 250.000, mos janë më shumë akoma. Për një sekond, Berat, janë vend malor, vlla. E qartë. Pra i futin ato, ato armë balistike të mëdha, ato çen ato të mërshmet. Po. Tani sekond, ato i futin në male, vlla. Po. Pra nuk është Venezuela, mor Berat. S'është. Mirë, po me rezistu, unë e pajtona me ty, ata do të rezistojnë shumë nëse Amerika vendos më fut me trupa toksore. Amerika nuk e ka ndërmend më fut me trupa toksore. Nuk e ka mbyllur komplet. Nuk e ka mbyllur sepse nuk e mbyll, domethënë është gabim ushtarak nëse ti e përjashton si opsion. Madje tha, duhet përgatitemi, do kemi të vdekur, tha Trumpi, ushtar të vdekur. Po, sepse mund të vriten ushtar. Absolutisht, mirë po. Nuk e shoh në afat shkurt që Amerika më fut me trupa toksore. Amerika më shumë pret, nëse vazhdon rezistenca, me bo ato që e kanë bo në Afganistan, ku kanë bo aleancë me atë fisin e pashtunve, edhe kanë bo aleanca me grupe etnike. Pra Amerika mund me bo aleancë me grupe etnike, edhe me shërby grupeve etnike si kunder, si më thonë, si ushtri, le të themi, e Azerb. Kush është grupi më i fortë etnik aty që mund të Kurdët. Janë kurdët. I bie të janë ku janë ata në veri të Iranit? Ata janë kufi me Irakun. Me Irakun. Do të thotë janë në jug perëndim. Në jug perëndim. Po. Ashtu duket, domethënë, ata janë grup etnik i fortë, Azert janë grup i fortë, por nuk e besoj për shkak të Azerbajxhanit, ai nuk futet, po janë grup shumë i fortë. Amerika edhe Izraeli. Ka mundësi, nëse kurd ngritën atëherë si më thonë, flotë të tyre do t'i sulmojnë, do t'i godasin. Po Irani për momentin nuk ka mbrojtje kundër ajrore, o qani, dhe më thonë. Pra, ka dalë qielli i Iranit jashtë lojën këto momente i po flasim ne? Patjetër. Dhe më thonë, aty fluturojnë mbi Iran, dhe më thonë në mënyrë të pastër, pa pengesa. Pra, sepse ky e goditi që 3 ditë e para, 2 ditë e para goditi këto. Mbrojtjen kundër ajrore të Iranit ja kanë hequr përdorimit edhe në qershor vitit kaluar. Dhe më thonë, mbi Tehran kanë bo manovra, dhe më thonë, pas... Dhe kjo është pika me e dopu, thua ti, në momenti që s'kemë. Dhe më thonë, ti ki kam sëri, po a i s'po t'vjen kam, dhe më thonë, që kemi boti? Po nërko, regjimi nuk përmbyset me avion. Nuk përmbyset, jo, nuk përmbyset. Kjo dileme modë. Kjo dileme modë. Dhe më thonë, shpresa Amerikës është, a i dhe ju boni thirrje, edhe Izraeli dhe Amerika, ju boni thirrje ngrihoni. Dhe më ata po shpresojnë që do të ketë ngritje nga poshtë. Qartë. Sepse protestat kanë qenë të fuqishme para disa mujve, para disa javë. Tani ndoshta nuk e di sepse nuk mund këto ditë. Tash është pak problem se ata po thonë që jo, por nuk po dojnë mu bë pjesë e aleancës me Izraelin. Qartë. Është pak triki kjo punë. Dhe e bukur është, dhe interesante është kjo, ti Berat, që duhet më thuash. Si shpjegohet për herë të parë Amerika po futet në një luftë 50-50 me Izraelin. Më përpara ka qenë gjithmonë 80-90% e Amerika, 10% ishte Izraeli kur bëri një luftë bashkë. Për herë të parë, po dëgjoj atë të këta kolegët francezë, që janë fut 50-50 me materiale, me kështu u thuaje, me gjithë mrokullat ushtarake, janë 50-50 bashkë. Izraeli vazhdon me konë vendi edhe shteti që merr mas shumë të ndihmë ushtarake nga Amerika. Dakord prapë. Jo po, aja mundet me konë teknikisht 10-10, por prapa është 80-20, sepse aviona që i ka Izraeli, komplet pajisjet ushtarake që i ka Izraeli aty janë amerikanë dhe janë ndihmë. Ndihmë që jepet. Ti thua nuk është se jo blejnë. Jo, si jo blejnë. I merren falas. Shumicën i ka falës, dhe ka një buxhet madh, vjetor. Ç'është kjo histori me këta më burr? Ç'a, në kuptimin tash nuk është aq e thjeshtë, domethënë e para. Jo, ç'është kjo varësi e papar amerikane ndaj Izraelit? Është shumë interesante. Mua më ka kuriozuar gjithmonë. Ndoshta mendoja pak çështjen e naftës edhe rajonin për cilin po flasim ne. Domethënë, është edhe ajo aty. Pikërisht, prandaj të pyeta. Po, është ajo, domethënë. Lufta që po ndodh tani vëlla. Po. Përveç hiqi këtë pjesën fetare. Patjetër. Se kjo është thua për ta zbukuruar të gjithën. Apo bëhet pikërisht për arin e zi, për naftën dhe për gazin? Bëhet edhe për ta. Është edhe për ta. Po, mos harro tjetrën. Që? Po heqim Amerikën nga ekuacioni. S'do ishte kjo luftë. Po jo, se do të ishte Kina aty, domethënë Kina mori Iranin. Domethënë ishte Kina. Pra normalisht kjo është luftë SBA Kin
është edhe ajo, Rusi, dhe më thonë, për resurse. Si ka mundë që nuk kanë ashtu, që nuk reagohen? Qa është bërë ta? Nuk reagohen, as Putini, as kjo Dzia. Qërë, Putini nuk, tashi... Vetëm kjo Erdogani tha, më vjen kitha është e trishtueshme. Haroje, Putini është i zonë, dhe më thonë, me luftën në Ukrajinë. Asë një superfuqi, edhe asë Shtetet Bashkuara të Amerikës. E kanë bezdim i bo dy luftat njëtën ku. Nuk kanë fuqi. Ne po flasim për raketa Patriot, që Amerika s'ka mjaftueshëm. Imagjino tash mu hap edhe Tajvani atje. Domethënë çfarë ndodh me Tajvanin? Pra nuk ke fuqi të mjaftueshme, posaçërisht Rusia nuk e ka fuqi. Domethënë Rusia humbi Sirin, e humbi Venezuelën, po humbi Iranin, derisa po merret me Ukrainën. Domethënë është një fiasko jashtëzakonshme e Rusisë për shkak të Ukrainës. Fiks. Po i humb 3 aleanca. Më thonë, Berati, mund t'i komentoj pak të shifra që janë në ekran, kanë shumë qef kur ti flet anglisht. Operation Epic, që është... A i shef Berat, apo kënë dhe për syze? Bombers, stealth bombers, fighter jets, armë që po i përdor Amerika, do më thonë janë F-16, F-15, F-18, edhe pse unë nuk e konsideroj vetën një os të armatimit, po paka shumë asetet që i ka përdor Amerika në luft. Kemi disa pajisje speciale, thotë që nuk mund t'i listojmë këtu. Ka mundësi. First 48 hours, refueling tanker aircraft, counter drone system. Pra shumë gjëra nuk na thonë Berat, trosh mirë, më po, beti. një gjatë që është për mu risia kësoj lufte, edhe Venezuelës qani, është mënyra se si Shtetet Bashkuara të Amerikës po eliminojnë me lehtësi udhëhecit. Domethënë kjo është një mesazh. Pse nuk fut dhe Izraelin këtu ti? Se thua Shtetet Bashkuara të Amerikës, po mos ishte Mossadi ti gjë tani. Ti mendon që po Mossadi është më i fortë tani në Iran se sa CIA më burr? S'është më i fortë. Mossadi është degë e CIA-t mundet me qenë që është shërbimi sekret i Kosovës që është degë e CIA-t. Ky është debati i madh pasaj. A është degë Mossadi e CIA-s? Totalisht domethënë. Është totalisht. Po pse e ka qenë sigurt? Po sepse nuk është gabim, domethënë është një bile është keqdashse kur thonë që Mossadi e kontrollon Amerikën. Jo, kjo është konspiracion dhe është budallik. S'është sepse Mossadi është, domethënë, po them, po mos ishin agjentë e Mossadit atje me muaj e me vite të tëra, që të kishin bërë inteligjencën. Jo, ishin agjentë e CIA-t që vendas, kur thua agjentë CIA-t nuk janë amerikan, janë vendas iranian. Se unë për këta po flasë, Berat. Mund ndodhet përzirë, domethënë, të rekrutuar për CIA-t. Po informata burimore, organike, se ku ndodhet Ajatullahi është e CIA-t, nuk është e Mossadit. Domethënë është raport me shkrim, edhe e merr CIA, bile. Sulmi ndodhi saktësisht për shkak të raportit. Bisedat që po zhvilloheshin në Gjenevë ishin fars, domethënë rundi i fundit i bisedave. Ai ishte kështu, ai ishte perde për të fshehur, po. Që me rujtaj sigurinë gjasme po ndodhin gjanat. Po është ofendim për CIA-n, për që kontrollohet për Mossadit ose... Nuk e tha, nuk. Jo, pas, nuk merë... Unë asë e mendoj këtë gjë, po them... Ben informatas që shkemben Shërbimi Informativ i Kosovës, Shërbimi Informativ i Shqipërisë, këto janë filialat e CIA-t. Gjitha këto janë filialat e CIA-t. Janë filialat, thoti. Totalisht. Pyete Beratin pse Amerika nuk e vë në përdorim avionin B-21. Qa është B-21, shiko plak? Nuk është Berati specialist armësh njëre pare punës, mos e nga troni. Përfundoj loja, humbi Barcelona. Jo, mos. Mos, ngushëllime, Berat. Si do bësh? 3-0. Humbe me... Tani ti po mos ishe në emision, qa do bëje në shtëpi, që do shile këtë? Do bërtisje? Trishtuar. Do bërtisje nga inati? Jo, mos! Ishte 3-0, ishte bukur, të më thonë, drame mirë. Me gjitha të humbe me nderë. Nuk e kap kupën e mbretit? Jo, kupën e mbretit tiko. E fiton Atletico? Ka mundësi. As Reali nuk është as Barcelona, Atletico bëse. Flasër për luftën këtu dhe luftën në stadium. Luftës të dhe kjo. Për luftës gjithandej më kjo punë. Emri plot në hebraisht i Mossadit, emri plot në hebraisht i Mossadit, thotë është Ha Mossad le modin ule takidim me y hadim. Edhe mund tjetë. Herë, po kjo është e sigur. Edhe mund tjetë. Se do thotë Instituti Inteligencës dhe Operacioneve Speciale. E vërtet. Ashtë sofistikuar, po mos e harro. Janë avionat Amerikan edhe teknologjia Amerikane, o qani, dhe më thonë, sa i përket zhvillimeve teknologjike. Amerika është lartë, Kina është pastaj, Izraeli i përdor aty, dhe më thonë, i përdor, sepse Amerikës i duhet një aleat i fort aty. Se
Izraelin e konsideron aset jashtëzakonshëm për shkak se është bazë e sigurt amerikane. Por të vëm pikat mbi, se ti i ke qef to, i bënde në TikToket e tua te Beri Bushi në TikTok. Pikat mbi, vlla, që s'do kishin planetin këtu. Kina dhe Rusia, asin laf. Prit, Erdogani, asin laf. I bashkohen Amerikanëve dhe Izraelit, Gjermania sot ishte me Trumpin. I është bashkuar Anglia me Zor, a i stanë meri është më liberal se ty akom. Po u detyrua dhe a i tha, do reshtohemi. Meloni që boni? Meloni zakonisht nuk para hyrë në këtë luftëra. Po, vërtet. Italia gjithmonë ka ndonjë kështu. Edhe sentimentet italiane janë pak antisemite, dhe më thonë, shumë e çuditshme është. E ka një traditë ata. Dëgjoj, lexoje këti Ramës si vin perfekt në kohë krizat, më thonë, berat Covidit, meri, Ukraina, tani Irani, thotë. Qa pa përgji është ky që ky thotë në mos i shkakton, ky vetë, mos i shkakton vetë program të luftëra. Pastaj kjo shpresa e shqiptarëve që fundi i Ramës... Por ta mbyllë emisioni, se jemi... Po kjo është, dhe më thonë, fillimisht Ra Maduro, pastaj dolen PD-ja, Ra Maduro, do ta marrin edhe Ramën, pastaj fillun me thonë Ajatollah... Këta janë idiotë të dobishëm. Janë idiotë të dobishëm që i kene në media shumë. Merë, dhe më thonë. Po le mos ta gjëmë kohën me këta idiotë. Ajo që më intereson është kjo, vlla. Je dakord me mua, ose me shumë njerëz që e mendojnë, dhe kjo nuk është konspiracion, që në qoftë se raketa do harrinte të vinte deri në Manz, Ramsi do ishe shumë i gëzuar se që... Po, vërtet. E vërtet. Bijem dakord tu pak. Patjetër. Po në qoftë se do binte në bon stil Albini, do ishte po ka gëzuar? Edhe ai do të ishte i gëzuar. Po pse Albini nuk ka probleme dhe Ramsi në këto momente? Jo, i do të ati një mbështetje amerikane. Ai po e vuan, ja, po largon për i lojës Vjosa Osmanin, e cila ishte aleate amerikanëve. Po e që po ndodhje? Nuk do... Ai e propozoj Vjosën pra? Jo, se propozoj. Po lajmi di pash? Jo, e propozoj Glauko Njufcën. Se po thot Vjosa si ka numrat. Pas kjo si ka. Si do qoftë. E urrejnë Vjosën, sepse e konsideron si pengesë të raporteve direkte vetë me Amerikën. Pra, Albini është puro Amerikan, kur vjen pyetje, si më thonë, aleanca me Amerikën jashtë Kosovës, mirë po nuk e ndëgjon Amerikën për Kosovën. Dhe më thonë, po për Afganistan e për këto pika, bile ishte jashtëzakonisht i zëshëm për gazën edhe për këto gjona, në kundërshtime çka ka bërë kur ka qenë opozit. Tash, i pari ishte që mbështeste Izraelin. Do jam i thonë, hej, ndaleje pak se s'ke nevojë ka qeret. Si të shkot bani mirë. Po, ai po e vuan Vjosën që e ka në mes. Kur janë zgjedhjet atje? Tash në kemi zgjedhje. Jo, për presidentin u bën ai votim. Dhe diu më unë them zgjedhje për presidentin o burse. Nëse deri nesër mbrëmje nuk zgjedhet presidenti, Kosova shkon prapë në zgjedhje të përgjithshme. Po pse më kanë filluar ato votimet në parlament? Po jo se Albini nuk peçon, nuk pe dërgon kandidatin. Pra jemi në kohën që duhet të shkojnë. Kushtetuta jonë thot. Deri në çfarë date? 30 ditë para përfundimit mandatit. Jo se si përfundon mandati me 4 prill. Po. Dhe më thonë me 4 mars... Sot jemi 3, 4 nesër, po. Nesër në 12 ora, nëse nuk zgjedhet presidenti, ne shkojmë zgjedhje. Po tale, nuk e keni me disa raunde ju atje? Po raundi parë, ato do dojmë u pas ezauru raunde dhe i tash. Sepse me 4 mars do dojmë mu mbyll këtë... Atere, nuk u respektua kjo fat? Po s'pe ban Albini, s'pe qënë kërkan. Po si ju sikon këtë gjë? Në publik? Unë e mora vesh, kuptova, Albini, dhe më thonë për njerëzve tafërt me vetëvendosjen, që Albini nuk po donë stabilitet politik në Kosovë, sepse përfriksohet që Amerika do ta imponojë një zgjidhje me Serbinë, edhe tash për mjushmon nga Amerikës dhe presioni diplomatik që mundet më ardhë Kosovës, mi thonë, bëje zed, nicën, bëje këto gjonat, ai po riprodhon kriza me shku prapë në zgjedhje, me shpresen që Trump përfundimisht largohet nga skena, dhe pastaj kthehet. Ben sens, dhe më thonë kjo, nuk dën stabilitet politik, e posaçërisht nuk dën stabilitet politik me Vjosën presidente. Sepse Vjosa ka rrezik për Albinin